radhës, Esselamu alaikum, kur lejohet të shkurtohet namazi, Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithet të sakta dhe më afër shpjegimit të sakt është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka kalu Medinën, që nuk i ka pa shtëpiat e Medinës, e ka shkurtuar namazin. Dhe kjo është e sakt. Pastaj kanë folur dietarë, disa kanë përmendur me këshill ku ka pas qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkuar, disa kanë thënë me ba 85 kilometra, disa kanë thënë kështu, disa kanë thënë kështu, këto të gjitha ma jenë mendime, asnjëri nuk është argument. Argument që është i sakt është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i ka kaluar Medinën që si ndok shtëpiat e Medinës ma e ka shkurtuar namazin. Që është i sakt. Të tjerat, masana janë mendime të dietarëve. Nëse ecet sipas mendimeve, inshallah s'ka problem, veç duhet të zgjedh pastaj një mendim, jo vetëm thonën e kam mendimin e Hanefive të marrën Mambelive, ai gjora, por nëse ecet sipas një mendimi, më ecet sipas një mendimi. Por ajo që është e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka kaluar që sundok pas shtëpiat e Medinës, e ka shkurtuar namazin edhe unë mendoj që ashtu. Por çdo që niset me shkurt dikon, si të kalojë që s'duket shtëpiat e atij vendbanimi që nifet çaj vendbanim me qatë emën, lejohet me shkurtue edhe me bashku namazin, Allahu a'lam.